Në Centrën e Kujdesit Paliativ në Gjakov, e cila është hapur prej disa ditësh, ofrohen shërbime për personat të cilët nuk mund t'i marrin shërbimet në institucionet shëndetësore, pra në ambulancë apo në spital, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Drejtoresha e Shëndetësisë Adelina Shehu Kola ka bërë të ditur disa nga shërbimet që ofrohen në këtë mjedis shëndetësor. Atëherë kujdesi paliativ jep shërbimet e personave të cilët nuk mund t'i marrin shërbimet në institucionet shëndetësore, pra në ambulantë ose spital. Pra personat të cilët nuk lëvizin, personat që janë në gjendje kome, personat që janë me kancer të stadit të avancuar, bojnë menaxhimin e dhembjes, dhënien e terapive të ndryshme, po kujdesi paliativ ka fillu qtash shumë shpejt, atëherë na jemi henez të identifikua dhe personat të cilët janë për shërbimet e kujdesit paliativ. Ekipa është nga ora 7 deri në ora 10 mbrëmjes, janë 2 ekipet të cilët janë aty është 1 mjek dhe 4 infermier. Janë duke dalë në teren për dhënien e shërbimeve ku i takon kujdesit paliativ. Drejtoresha Shehu Kola gjithashtu tha se këto shërbime duhet të shfrytëzohen vetëm për kategoritë e pacientëve që lejojnë kujdesi paliativ. Kemi disa telashe sepse edhe qytetarët nuk janë të informuar mirë se çfarë shërbime jep kujdesi paliativ. Unë nëpërmjet jush, pra televizionit, përçoj edhe lajmin të qytetarët, kemi emaila të shumta që na kanë ardhur duke bërë pyetje se kujdesi paliativ cilat shërbime i merr. Atëherë kemi edhe takime këtu, kemi edhe thash mes urgjencës edhe kujdesit paliativ janë disa çështje që ku verifikohet ka ona e urgjencës, pra e dërgojnë të kujdesi paliativ, ose nëse thirret të kujdesi paliativ, nëse është për urgjencë, atëherë e adresojnë urgjencë, po besoj që mrena 3-4 muaj ose 5 muaj secili qytetar do të njoftohet për shërbimet e kujdesit paliativ, dhe thirrja kur bëhet të bëhet adekuat për shërbimet e kujdesit paliativ. Kur është fjala për furnizimin me medikamente në këtë qendër dhe trajnimin e profesionistëve, drejtoresha tha se edhe në këtë pikë qëndrojnë mirë. Bashkë me drejtorin jemi të ndo disa tema që do të zhvillohen, i kemi gati në përfundim edhe që do të marrim edhe një trajnim edhe për stafin, për disa shërbime që do të ofrohen. Kujdesi paliativ i ka të gjitha bornat, të cilat janë për urgjencë, për menaxhimin e dhembjes, që mas shumë të kujdesi paliativ është starti i kujdesit paliativ. Atëherë jemi të furnizuar, ekipa është e mjaftueshme. Kujdesi paliativ fokusohet në sigurimin e lehtësimit nga simptomat, dhimbja dhe stresi i një sëmundjeje serioze, pavarësisht nga diagnoza. Qëllimi i tij është përmirësimi i cilësisë së jetës, si për pacientin ashtu edhe për familjen, tha mesjerash drejtoresha.